janari që të regova unë. Avokat, sot Berisha Rama mund duk si urfisë për 20 janari. Foli për snajperat, foli për katër protestuesit që sipas tij duhet vriteshin. Në fakt, editoriali juaj... Pse zoti Berisha temi e ringriti kaq hapur, se nuk besoj që e bëri pa vetdije, sindromin e 20 janari? Editoriali juaj sot foli aq shumë sa ne kemi të vështirë çfarë të themi tani. Me thënë drejtë. Ka gjithmonë çfarë thuash. Po, gjithsesi, ju them që janë të vërteta dhe këto që thot kolegu im Kthupi, por të mos harrojmë halli i Berishës, domethënë edhe me protestat e me të gjitha është hall personal, është hall i familjes tij. Kur them është hall personal, sepse ai e shikon që të gjitha ato vrima që u mundua ai të delte në 21 janari ju mbyllën. Dhe ato vrima ju mbyllën jo vetëm me hetimin që po bëhet këtu, apo me çfarë tha gjykata e Strasburgut, apo me çfarë tha edhe kolegji penal i gjykatës së lartë, por nga ana tjetër edhe me shterimin që i bëri faktikisht vetë ai problematikës së 21 janarit, sa doli aq zbuluar sa tha që po, është krim shtetëror. Edhe këtë krim shtetëror, domethënë vetëm sa nuk tha që e bëra unë. Se të tëra... Sot indirekt e pranoj. Po, kurse sot, faktikisht, ai pse doli pikërisht aty? Doli pikërisht aty për të thënë që ka një 21 janar, por aman mund të bëj unë një 21 janar tjetër. Edhe faktikisht ai të tëra edhe këto protesta që po bën, po i përshkallëzon, domethënë, na e para tek e dyta që i shton dhunën e tjera, me mendimi që në 20 shkurt, domethënë ai mendon që mund të bëj edhe një gru shteti si ai i vitit 1998, po jo me ato përmasa se s'ka armët, po armët do ketë në këto, domethënë që i ka, se armë janë dhe këto, janë armë pa leje, këto akuza që do ngrihet për këta njerëz që kanë vepruar mbrëm, dhe bëj një parantezë këtu, akuzat janë jashtëzakonisht të rënda, një prokurori serioze, një prokurori serioze, kur ti përdor mjetet të tilla që janë armë, domethënë këto janë armë pa leje, edhe këto të vrasin faktikisht, sepse mund të bëhet dhe eksperimente timor për këto, dhe nëse mua ma qonë mu këtu të gryka, unë vritem, vdes. A i e hodhi. Derisa të këput gishtat... Po a i e hodhi, do më thënë. Edhe deri sa... Ka nevoj për eksperiment. Sokol, gishtat i ka këputur një vogël. Po pikërisht, prandaj po them. Pra, ne kemi të bëjmë këtu me vrasje të mbetura në tentativë. Kjo gjithmonë nëse prokuroria... Po duhet të ngrej akuzën, për këtë duhet ngrej akuzën edhe për kundërshtime dhunë të forcave të rendit, edhe për armbajtjen pa leje, që është e treta kjo prodhimi e tjera që janë, pra janë 3 akuzat renda. Po problemi këtu është që ndaj kujt i ngren këto akuza. Këta akuzat i ngren ndaj ekzekutorëve, vetëm ndaj ekzekutorëve. Po kjo nuk është normale, sepse ai ekzekutori, ai u pregatit, ai ka një frymëzues, ai ka një që e orienton, ai ka një që ka bërë planin se si do të veprojë e të tjera. Desha të pyesja për edhe ty Karamuço, pse përmendi Bishkën sot? Është një histori e cila është shumë e largët i përket vitit 97, cilën e përmendi dje zoti Berisha, por një histori e cila nuk e bën fajtor zotin Bishka, në atë kohë, po bën fajtor ata që urdhëruan të shkonte. Dhe ai që urdhëroi të shkonte ishte Agim Shehu, me urdhët të zotit Berisha, i cili kërkoi nëpërmjet nëndretorit aktual të policisë zotit Bishka që të rivendosë rendje dhe siguria në Sarandë mbas 97-s. Ata hynë në Sarandë, kërkuan të lidhnin kontaktet për të ringritur komisariatin, nuk u bë e mundur, çdo gjë ishte gërma, duke dalë nga Saranda, një grup që kishin krijuar një postoblok, nga ata që ne i kemi parë. Ato që Qafunzinës. Sot janë dënuar ai grup, gjithsej me 101 vite burg. Po, e di, s'është nga pak 1 vit, 2 vite më parë. Qellohet makina, vritet njëri prej policëve, madje digjet brenda në makinë, një tjetër rrëmbehet, dhe zoti Bishka i plagosur së bashku me një polic tjetër, në përrëpirat e Metoqit,
65 kilometra ecë, mbrin Gjirokastër, marrin mjekim aty, me plumba në trup, dhe pastaj çohen në Tiranë. Tani, zoti Berisa ka pritur që nëndërtori Bizhga të vritej, të ekzekutohej në operacion. Sa i tha, iku dhe la kolegët aty, ai iku i plagosur, në fakt. Sepse ne kemi lexuar dosjen, e cila së fundi ka dënuar në 101 vite burg gjithë grupin e qapgjashtës. Pra nuk është një histori për ta linçuar. Po jo, po varet pse bën ai injektiv. Ajo e nxjerr hero Bizhgën. Po domosdoshmë po jo. Dhe për më tepër, po pse bën ai? Pse e përmend ai? I urdhëruar. Ja pse e përmend ai? I urdhëruar në kohën kur ishin kanë pushtet. Ja pse e përmend ai? Sepse ja ta them unë. Ishte ndar drejtimi operacional, ishte ndar në dy pjesë. Drejtori Alushi, Lëviz Qarku Tiranë, ishte i dislokuar me gjitha forcat te kryeministria, ndërsa kuvendi në për shkak të eksperiencës, është polici më me eksperiencë në Shqipëri. Po, e vërtetë. Ka mbi 40 vite punë. Për disa muaj del pension, ja kishin lënë në drejtor Bizhkës. Dhe për shkak të këtyre përshkallëzimit që u provokua nga ato bombat që thamë, akt kriminal, nuk mund të flasim për një protestë dulshme, por është akt i mirëfillt kriminal. Ata ja faturuan Bizhkës. Pyetja ka mund të hetoj spaku për këtë Pse bën, ja këtë do them. Unë di që janë bërë, ja këtë do them dhe nuk flas, më fal avokat. Unë di që po bëhen referime, kallëzim penal për disa prej deputetëve në SPAK në lidhje me këtë çështje. Ana policisë. I bie çka krimi është që ta hetoj spaku këtë? Ky është minimumi është grupi strukturuar kriminal, por kjo është organizat kriminale realisht. Organizat kriminale. Dhe këtë organizat kriminale e ka krijuar Sali Berisha. Dhe ai me deklaratat që ka bërë vetë e ka pohuar një gjë të tillë. Sepse ti të thuash që kjo do të jetë kryengritje paqësore, mjafton që të thuash fjalën kryengritje nuk ka paqësore. Ne jemi të dy juristë, dim çdo të thotë kryengritja në nenin 221 të kodit penal, kryengritja është vetëm e armatosur dhe për organizatorët e saja është dënimi, nuk ka dënim tjetër, burgimi i përjetshëm. Pra, është vepër jashtëzakonisht e rëndë. Kështu që Berisha faktikisht është organizatori i kësaj kryengritje, se e shpalli vetë, dhe këtë kryengritje, pse ka gjitha ato përmasat edhe elementet e veprës penale të kryengritjes armatosur. Sepse, mbasi janë bërë zgjedhjet, me votim të lirë, shqiptarët votuan 11 maj, edhe përcaktuan ata, e dhanë verdiktin e tyre për kë janë, dhe ne jemi për një sistem zgjedhor, demokratik, vot populli, nuk jemi që ta marrësh pushtetin me dhunë, a i vjen, thot, do bëj kryengritje, dhe këtë kryengritje, thot, do bëj, do ta marrë, do ta hedh në lumin e lanës, qeverin dhe kryeministrin e Shqipërisë. Që këtu, kur ke pasaj dhe elementë të tjerë që të ndodhin realisht, dhe ke ekzekutor, dhe ekzekutorët e ekzekutuan, prodhuan armë, jo vetëm i prodhuan armët, po krijuan Hamasin e Berishës, se ju i patat, u dha jo video, nuk e din, nëse po ka një video, ku është filmuar e plot, që janë me maska, janë një lloj komplet Hamas. Edhe që ku i prodhonin edhe këto bombat e tjera, mund ta merrni këtë video, mund ta merrni, unë mund t'u them, domethënë, edhe vendin ku është dhënë. Kjo është video e... Të konsideruar grupi zjarrit. Grupi zjarrit, apo jo? Këto janë konsideruar, e kanë emërtim. Jo. Janë njerëz që kanë pas precedencë... Jo, merrni një videon edhe unë do ta gjeni në vend tjetër. Këtë nuk u them televizionin kush e ka, se e kam komentuar sot unë këtë, po dhe që do u them edhe ku është. Ajo, është Hamas, komplet Hamas, organizata e Hamasit, maskat si i kanë, edhe ku po i përgatisin bombat e gjitha ato të tjerat, dhe të gjitha këto pa përjashtim, domethënë bëjnë që mbrëm, edhe këtu do të thoshja që Berisha e përdor edhe Sokol Bizhgën dhe i vërsulit Sokol Bizhgës, se di që referencën e veprës penale që e shkryer mbrëm, do ta përgatiste pikërisht ky person. Dhe ky person, ai vazhdon drejton policinë kriminale, apo jo? është nëndrejtor i përgjithshëm, i policisë shtetit. Drejtor departamenti. I policisë shtetit. Por ai duke ditur se si do përgatitet. Po që është ekspert i policisë kriminale. Po pikërisht, si do përgatitet që do i vej referimi, që do i vej referimi prokurorit, ai e goditi, domethënë atë për të thënë që mos e ço,
për organizat kriminale, mos e qo për tentativ vrasje, mos e qo, po qo e si që ke quar për herë të tjera. Edhe hetimi ka një element që mos të konsiderohet ndëshkim politik, se gjithmonë edhe qeveria, ose për shumë organet e drejtësisë, kanë pas këtë stepje. Jo, edhe policia. Sepse gjithmonë ka shkuar edhe është konsideruar ndëshkim politik. Por në asnjë mënyrë nuk duhet bërë. Por në asnjë mënyrë nuk duhet bërë. Jo, mos harroni një gjë. Përveç me ishte vetëm një rast, që kanë bërë burg njerëz. Kanë bërë burg. Nuk e di sa veta, avokati duhet i një numrin e saktë, vetëm një numër jo i vogël protestues të 21 janarit, cilët janë dënuar me vendim gjykate. 133. Kanë bërë burg. 133 protestues. Se dija numrin e saktë, po 133 janë dënuar. Edhe 4 deputetëve i hoqën imuniteti. Po ata protestuesit. Kurse ata që vranë e tjera, absolutisht, u hyri gjemë në kemë. Ata i dalur bashkë dhe një apartament falas. U dekoruan ata e tjera në apartament falas. Pra, e kam fjallën, në këtë drejtim duhet futësh, mrem duhet futësh SPAK. A i duhet vinte atje në vendin e ngjarjes, edhe SPAK ma dje duhet bënde dhe ndalimet për katse. Tjetër punë, se qa masë do mërte, do më thënë, qa do t'i propozonin gjukatës, ka filluar meret me ato që për momentin e shkrimi më i letë, korupcioni. Po pikërisht janë veprimet e SPAK, janë veprimet e 100 vetat e Bashkia Vlorës, janë veprimet e SPAK që po pret SPAK me çdo kusht që të ndodhi një 21 janar tjetër, po në të kundërtën, me qëllim që të thot pastaj që ta mbylli 21 janari, se nuk ka rrugë tjetër për ta mbyllur 21 janarin SPAK-u, pa u bërë 21 janar tjetër. Dhe Berisha po e përgatit këtë 21 janar, po gjithmonë në krahun e... Megjithatë Berisha tha edhe dje përsëriti që ne dha jemi parti paqësorë që vim me vota në pushtet, megjithse paralajmëroi që durimi po i vjen... Po megjithatë, ja, i shikoni vetë juve, domethënë ato, edhe të vrarët atje, edhe të plagosurit, edhe të djegurit.